رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله جريت صوتي بالقوافي والابيات لعل صوتي كل هم يشيله صارت حياتي كل ابوها معاناة بس باب جرم هزر وساب طويله جريت صوتي بالقوافي والابيات لعل صوتي كل هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد واللezër të ndershëm fillimisht falëndrojmë Allahun Azza wa Jall I cili na mundsoi që ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu na I mundson që ta kuptojmë gjithashtu sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndersin e kaluar ngelëm te viti 37 kur ran dakord Ali ibn Abi Talib me Muawiya ibn Abi Sufjan dhe banën një marrëveshje që të gjikohen dhe gjikatësit do të jenë Ebu Musa al-Ash'ariu dhe gjithashtu nga ana e Muawiyas do ta përfaqëson Amr ibn As ibn Wa'il rahimahullah. Dhe tham se ajo e cila është e ditur në një transmetim që e ka nxjerr Imam Tabariu, pothuajse të gjithë transmetimet që transmetohen këtë tematik shumica prej tyre nuk janë të vërtetë. Dhe gjithashtu ngelëm të ngjarja që e transmeton Ebu Mikhnef, pra Lut ibn Yahya, transmeton prej Ebu Janab el-Kelbi dhe pretendon dhe thot se Amr ibn As është taku me Ebu Musa el-Ash'ariun dhe kanë diskutu dhe kanë bo një biseda e cila transmetohet në këtë transmetim nuk është e vërtet. Për këtë arsye, gjithashtu do ta përsëritmi njëjtin transmetim që e cekëm në fundin e dersit që folën këtë tematik. Pra pretendon Ebu Mikhnef, I cili thot se e kam dëgju Ebu Janab el-Kelbi, të ditë janë rëndësak që nuk pranohet transmetimi tyre. Pra Imam Tabariu dhe historianët musliman që I kanë cek këto transmetime kanë pas për qëllim që t'i vedisojnë musliman se çfarë trillime bëhet në çështjen e shokëve të pejgamberit Allahut. Pra qëndron dikush pas atyre që tenton që t'i rënon shokët e pejgamberit Allahut e pas kësaj ta rënon dinin Allahut. Për këtë arsye, është e vërtetë se Ali ibn Abi Talib
dhe Muavija kanë ra dakord në vitin 37, pra kanë ra dakord në muajin Safar, që në Ramazan të vitit 37 të gjikohen për çështjen të cilën kanë pas mos marrëveshje mes Ali ibn Abi Talib dhe Muavijës. Pra erdh muaji Ramazan, gjithashtu dhe viti 37, dhe vërtet një takim i tillë është realizu. Mirë po ajo e cila nuk është e vërtet, atë të cilën do ta transmetojmë tash, nuk është e vërtet për çkak se zinxhiri këtij transmetimeve të gjithëve janë të dobët, pra nuk vlejnë për argument. Gjithashtu teksti i transmetimit kundërshtohet me parimet islame, gjithashtu kundërshtohet me realitetin e këtyre shokëve të pejgamberit Allah. Pra në këtë transmetim që transmetohet, pretendohet se Amr ibn As ka qenë njeriu dinak që ka tentu ta mashtron Ebu Musa el-Eshariun. Për këtë arsye, Amr ibn As, kur është taku me Ebu Musa el-Eshariun, pretendohet se i ka thonë a ban këtë çështje me jalon Muavijës. S'është pajtu Ebu Musa el-Eshariun. Pastaj i ka thonë a ban këtë çështje me jalon gjallit tim Abdullahut. Gjithashtu Ebu Musa el-Eshariu kinë se nuk është pajtu. Pastaj Ebu Musa el-Eshariu ka propozu dhe ka thonë a ban këtë çështje. Do me thonë këtë këtë çështje a çështja e khilafetit, edhe pse ne kemi sqaru në dersët e kaluar se mes Ali ibn Abi Talib dhe Muavi ibn Abi Sufjanit nuk ka pas mos marrëveshje në çështjen e khilafetit, po ka pasën mos marrëveshje çështjen e mbytësave të Uthman ibn Affan. Për këtë arsye duhet me kenë e qartë se Ali ibn Abi Talib dhe Muawiya ibn Abi Sufjan nuk kanë zhvillu dhe një luftë për çkak se cili pëmon postin apo khilafet. Ibn Hazmi transmeton dhe tregon se Muawiya nuk ka pas dyshim se ma meritor me qenë khalife është Ali ibn Abi Talib. Mirë po Muawiya në çështjen të cilën kanë thonë dietarët ka gabu, kanë nxitu që të i hakmirët mbytësve të Uthman. Ki ka qenë khilafet. Khilafi mos marrëveshja mes Ali ibn Abi Talib dhe Muavijës, që ka shkaktu një luftë që kanë quajtur betejë e Sifin. Për këtë arsye në betejën e Sifinit kanë ra dakord që këtë çështje ta gjikon Ebu Musa el-Eshariu dhe Amr ibn Asi, pasi ta diskutojnë afërsisht 6 muaj e gjys apo 7 muaj. A kurse në transmetimin Ebu Mikhnefit transmetohet dhe thot kinse Ebu Musa el-Eshariu dhe Amr ibn Asi kanë diskutu për khilafet, a çështje e cila nuk ka të bëjë me të vërtetë. Për këtë arsye pasi thot Ebu Musa el-Eshariu nuk ka pranu, atëre i ka thonë Amr ibn Asi, Ebu Musa el-Eshariu çfarë mendimi pratike? Ka thonë kinë se Ebu Musa el-Eshariu, unë e shoh se të ditë me i shkarku edhe Ali ibn Abi Talib dhe Muavi ibn Sufjanit, dhe që alojnë muslimanëve në përgjithësi ta zgjedhin një khalif. Dhe kanë rënë këtë mënyrë dakord, pra krejt kjo nuk është e vërtet. Shumë herë për e përsëriti që nuk është e vërtet, për shkak se ne diskutojmë për gjeneratën e ardhshme, shokët e pejgamberit Allahut, transmetuesit e dinit Allahut, transmetuesit e Kurani Kerimit dhe sunetit pejgamberit Allahut. Për këtë arsye pastaj kanë dalë në Ramazan, kanë prezentu Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Zuberi, Saad ibn Abi Waqqasin e kanë ftu, nuk ka ardhur, dhe kanë dalë pranë muslimanëve që kanë prezentu një numër i madh, dhe ka thonë Amr ibn Asi,
unë me Ebu Musa Ashariun kemi ra dakor, po pasi që ai është ma plak se unë, ma para me ka pranu islamin, i jap përparësi ati që ta merë fjalin. E në këtë rast, kinë se Abdullah ibn Abbasi ka dërhi dhe ka thonë, ke kujdesja Ebu Musa Ashari, nga se Amr ibn Asi është njeri dinat, tenton me të mashtru, e cila nuk ka të bëjmë me të vërtetën fare, pra kjo është një akuz e madhe, që shijat na i kanë lënë historin islame për t'i rënu shok të pejgamberit Allah, pasi që s'kan mundësi direkt, shumë raste me shpreh, kanë tentu në këtë mënyrë me na lënë transmetime që a muslimant me i gëlltit dhe me i pranu, në këtë mënyrë me rënu dinin Allah. Mirë po Ebu Musa Ashariu thot në këtë rivajet, ka qenë njeri i marë, runa zot, Ebu Musa Ashariu, njeri i marë që Ali ibn Abi Talib e pranon me konë gjikatës, thot nuk ja ka zonë për të madhe, nuk ja ka morë parasysh Abdullah ibn Abbasit dhe ka morë fjallën, ka falëndru Allahun, ka qu salavat mbi pejgamberin Allah dhe ka thonë, unë dhe Amr ibn Asi jemi konsultu dhe kemi ra dakor që me i shkarku prej postit të dytë, Ali ibn Abi Talib dhe Muawiya ibn Abi Sufjan. Pra unë e përfaqësuesi Ali ibn Abi Talib e shkarkoj Ali ibn Abi Talib prej khilafës, do me thonë prej khilafetit, si kur që e ketë onas që e kam e heki, e pastaj gjithashtu dhe Muawiya ibn Abi Sufjan. E kam baru fjallën, e ka morë fjallën Amr ibn Asim, ka falendru Allahun dhe ka thonë, gjithashtu dhe unë e shkarkoj Ali ibn Abi Talibin, si që shkarkoj ki kolegu im, e nuk e shkarkoj Muawiyan, po për hajr i qoftë khilafet. Në këtë rast, pasi që e kanë dëgju këtë fjalë, është ngrit Shurejh ibn Hani, kinë se me një kam gjik, ja kam shu Amr ibn As. E ndërsa Ebu Musa Ashariu kinë se i ka thonë ki tradhtu dhe shembli jot, runa zot, është sikur shembli qenit, që edhe nëse e tërheq, e qëtë guën jashtë, po dhe nëse e len, e qëtë guën jashtë. Pasaj kinë se Amr ibn As, ja ka këthi dhe i ka thonë, ndërsa shembli jot është si shembli gomarit, që i bart libra dhe zdin smerver se qka bart në ta. Shorej ibn Hanim, pastaj kinë se aqu ja kam shu Amr ibn Asit, pastaj gjalli Amrit Abdullah është ngrit dhe ja kam shu Shorej ibn Hanit dhe kanë dërhi musliman, janë da Ebu Musa Ashariu, i ka hip gomarit dhe ka shku për Mekke, ndërsa Abdullah ibn Abbas i ka thonë, e kam ditë se Ebu Musa Ashariu runazot, është i marrë dhe për këtë arsye, së mi ndëgjoj fjallët e mia dhe në ra në kurthin e Amr ibn Asit dhe pastaj kinë se akthi në Kufa, Hasani dhe Husejnim, Abdullah ibn Abbasi e kanë njoftu Ali ibn Abi Talib dhe aja është ngritë sabah, kur e ka falë namazin, e ka malku Muawiyan, e ka malku Amr ibn Asin, e ka malku Abdullah ibn Amr ibn Asi, ketë këto palavra, na i kanë lonë për fatë ketë, se këto transmetime janë në librat e historisë e lisonetit dhe gjemot. Pasaj Muawiya, kinë se kur kanë dëgju, edhe aja ngritë sabah, dhe i ka malku Aliun, Hasanin, Hosejnin, Abdullah ibn Abbasin dhe kështu me radhë, krejt ki transmetim thash nuk është i vërtet. Nuk është i vërtet për shkak di transmetuesve të cilët nuk janë të vërtet. Gjithashtu teksti këti transmetimit kundërshtohet me rivajetet e vërteta dhe kundërshtohet me realitetin e sahabëve, shokëve të pejgamberit Allah
që i pejgamberi Allahut në shumë hadithe i ka lavdru këta. E para prej atinve, thamë se Ali ibn Abi Talib nuk ka rënë kundërshtim me Muavijan për çka khilafet, po çështja të cilën kanë rënë dakord mu gjiku për mbicit e Osman. Pra, nuk është e logjiksh që shokët e pejgamberit Allah ta morin përgjegjësi, të gjikojnë në një çështje dhe mos ta dinë se ku është khilaf, ku është çështje, për çka këto kanë një luftë, nuk është e logjiksh. Ali ibn Abi Talib dhe Muavija të zhvillojnë luftë, gjikatësit nuk e dinë, sipas këtij transmetimi, se për çka duhen këto të gjikojnë. Ato nuk kanë khilaf, nuk kanë mosmarrveshje për khilafet, kanë mosmarrveshje për mbicat e Osmanit, kanë mosmarrveshje se Ali ibn Abi Talib e shem që fillimisht Muavija duhet me ja dhënë besë, me pranu si khalife dhe me pa dit ato në gjikatë që e kanë mit Othman ibn Affanin, e pastaj gjikata me po kur e shef të arsishme me qitë në gjikatë dhe me ndëshku dhe me jadhon dënimin e merituar. Ndërsa Muavija e shifke se fillimisht duan të dorëzohen të mbytën mbytësit e Osmanit, e pastaj të ipet besatimi Ali ibn Abi Talib. Pra nuk është normal që të angazhohen disa habit të gjikojnë në një çështje e mos ta dinë se ku është khilafi mosmarrveshje. E dita, sipas këtij transmetimi thuhet po i shkarkojmë të ditë. Në rregull, Ali ibn Abi Talib vërtet ka qenë khalife, si po zojmë se këta për shkarkojnë, po Muavija prej çkapit për shkarkojnë. Muavija ibn Abi Sufjan ka qenë përgjegjës i Omer ibn Khattab në Sham, derisa ka vdek Omer ibn Khattab, pastaj ka qenë gjithashtu i Othman ibn Affan, deri ka vdek Othman ibn Affan. Me vdekjen e Othman ibn Affanit, Muavijes i përfundon mandat. Muavija e ka shfrytzu vetëm fuqin që e ka pas në Sham, nga se Ali ibn Abi Talib kur a bon khalife nuk e ka ngarku me detyrë Muavija ibn Abi Sufjanin për Sham. Para ta, prej çka për shkarkojnë Muavija? Na tregoni një rivajet, një transmetim se Muavija njëherë jetën e tij ka kërku duke qenë Ali ibn Abi Talib që japin besën për khalif, apo ka pretendu se është përgjegj i shumë, zyrtarisht asnjëherë, dhe s'ka transmetim as të dop në këtë tematik. Prej çka po e shkarkoni Aba Musa Ashari dhe Amr ibn Auf. Pra Muavija ka qenë i shkarku, dhe këta e ka ditë fort mirë Abu Musa Ashariu. Për çka po shkarkon? Po kjo tregon se ata që tentojnë me trillu rivajete të rrajshme ballafaqohen me një realitet që është i idh për to, që ja demanton dhe ja qet në tokë transmetimet e tjere. Për këtë arsye, Muavija ibn Abi Sufjani nuk ka pas. Gjithashtu, Ali ibn Abi Talib, aja mërmenja se njonin, ja japin besën khalife, pastaj vinë di musliman dhe thojnë spajtomu me ta për shkarkoj. Si shkarkohet khalif? Khalifja shkarkohet me një rast, nëse khalifja i kundërshton kushtet që janë pa qetër ti posedon khalif. Kushtet kryesore janë 4. E para, të jetë i drejt. E dita, të posedon dituri dhe din. E treta, të jetë njeri strateg, që din me jarujt çështjen interesin e muslimanve, dhe 4, që jetë prej fisit Kureshi. Këto janë 4 kushtet e khilafës. Nëse njoni është khalif dhe i posedon këta kushta,
nuk ka guxim dhe nuk ka fuqi. Krejt ulemat e ummetit me umledh me shkarku, s'kan mundësi me shkarku. Ebu Musa Ashari, Amr ibn As, posedojnë këta me shkarku Ali ibn Abi Talib, këtë fuqi nuk e posedojnë dhe ato që ja kanë dhonë besë. Dhe ato që ja kanë dhonë besën, apo e kanë zgjodh, ka thonë nëse tentojnë me shkarku khalifën, duen me tregu për shka për shkarkoj. Kjo ka rënë. Dinin e Allahu të zëvajgjel ka rënë për ndryshe, sërë që të zgedhin një krijetar si partit bashkohore në gjdo 5 dit zgjedhjet parakosh. Nuk ka në dinin e Allahu zgjedhje parakoshme, për shkak se ditët e muslimanëve janë ma me vlerë se sa çdo zemë për këtë arsye. Ditët e tyre angazhohen me diçka që është e dobishme për tonë dunja dhe në ahiret. Për këtë arsye, këtë drejt nuk e posedon as Ebu Musa Ashariu, as Amr ibn Asi me Kurani Kerim dhe sunnetin e pejgamberit Allah. Marrëveshja e cila u bë me gjiku Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn Asi ishte kusht që mos dalim prej kornizave të Kurani Kerimit dhe sunnetit pejgamberit Allah. Në këtë rivajet, si kur të se pozohet se është i vërtet, atëre çfarë mbështetje ka Kurani Kerimi dhe suneti pejgamberit Allah. Pra tregon dhe bëhet e qartë se ky rivajet dhe këto rivajete janë të rrejshme dhe nuk janë të vërtet. Si pozojmë se kanë këtë të drejt Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn Asi ta shkarkojnë Ali ibn Abi Talib. Val, kush është ma meritor të bëhet atëre khalif? Kurse Omer ibn Khattabi, kur ka vdek, i kalon porosi se khilafetin e meritojnë 6 burra, që tregon se jash këtire 6 burrave nuk lejohet me dal vetëm këto ku të vdes. Kush janë këto? Uthman ibn Affani, Talhat ibn Ubejdillahi, Zubair ibn Avami, Abdurrahman ibn Aufi, Saad ibn Abi Waqqasi dhe Ali ibn Abi Talib. Uthman ibn Affani pa të vdek. Talha dhe Zubairi vdiqen në atë vet apo një vet përpara. Abdurrahman ibn Aufi ka vdek në vitin 32. Pra të gjithë ishin të vdekur, përpos Saad ibn Abi Waqqasi dhe Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib është khalif. Peshkarkojnë, Ali ibn Abi Talib pra nuk ka meriton në khilafe vetëm Saad ibn Abi Waqqas. Eftuan Saad ibn Waqqasin, Saad ibn Abi Waqqasi në Medine pa të bledhen, pa dal në bjesh dhe gjali vetë kur shkoj i tha o bab, ti me dhen bjesh, muslimant janë duke polemizu për khilaf. Ti këtu porri, jam shoj gjalit vetë dhe thanë, dë gjobir jam. Allahu Azza wa Jall e do një rob që anë i frikët Allahu, e të qi, e në qi, e lë khafi, aj që i frikët Allahu, anë i pastër dhe i fshef. Pra Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn Asi e dytë informir se Saad ibn Waqqasi nuk pranon pos. Saad ibn Abi Waqqasi nuk pranon të pos. Peshkarkojnë Ali ibn Abi Talib, kush ka me orë? Për këtë arsye, asesi s'mund pranohet dhe të kalon kolaj të musliman se Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn Asi kanë tentu të shkarkojnë Ali ibn Abi Talib. E në veçanti, koha e gjikatës ka qenë koha e fitnëve. Koha e gjikatës ka qenë koha e fitnëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tentoi shpesher me lon Abu Bakr Sidikun, me gjithata smundja e mujti, dhe nuk e la testament të shkruar Abu Bakr Sidikun pas vdekjes pejgamberit Allahut nuk ish koha e fitnë. Me gjithata kanë musliman duke u sprovu. Para ta Abu Bakr Siddiku, kur e pa se duhet me zgjidh këta para se me vdek,
Ftoi Omer ibn Khattabin dhe la testament zavendca Ebu Bekr Sidikut Omer. Ndërsa Omeri, kur i than ati leje gjalin tan Abdullah ibn Omerin, tha Omer ibn Khattabi, gjalin tem se në lan khalif. Gjali kur i kam thonë me shkororizu grujen e vetë, me nëzi se e ka shkororizu aj se meriton më konë khalif. Mirë po i kam parasis 6 burra që meritojnë të gjenë khalif. Dhe i la testament dhe porosi 6 që i musliman mos përqarë. Vdes Omer ibn Khattabi dhe Omeri e ka ditë si tha pejgamberi Allahut, ja Omer ti e dera, ku thet dera, fitnë dal. Omeri vdiq, fitnë të vërtet dal. Ebu Musa Ashariu ishte njani cili distancum prej fitnë dhe kishte qef që i musliman mos mi pa në fitnë. A mund para viterot? Se në kohën e fitnë Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn Asi e bojnë këtë gabim dhe thojnë, pishkarkojmë të ditë zgedhe një. Jo faktikisht e kini khalifën dhe ka që fitnë të mdoj. Me a hek dhe khalifën që ka bon? Nuk është e logiksh. S'ka mundësi asesi të merë një vendim të til. Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn Asi, në veçanti, kur Ebu Musa Ashariu radiallahu anhu ishte prej njerëzëve besnik. Ata të cilët thojnë se runa zot, Ebu Musa Ashariu ka qeni marë, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Musa Ashariu merr udhtimin prej Yemen dhe ven në Mekke, e pranon islamin dhe pejgamberi Allahut i tregon për tortura që i përjetojnë në Mekke. Pastaj Ebu Musa Ashariu thot, ja Rasulullah, nëse ke dëshirë, do të qëndroj këtu, do të ju shoqëroj gjithashtu dhe juve në tortura. Nëse jo, nëse më këshillon, do të bëj hijret në Etiopi, si që kanë bon shokët e tu. A nëse dëshiron, kthejnë atë populli im dhe bëjnë davet. Tha pejgamberi Allahu, ktheu në Yemen dhe bëjnë davet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Musa Ashariun, pasi që erë në Medine, gjithashtu me bashkë me Muadh ibn Jabelin, e dërgon në Yemen si pries i di qyteteve të Yemenit. Pra pejgamberi Allahut e angazhon me detyr Ebu Musa Ashariu në Yemen, e ban përfaqësues pejgamberit Allahut në Yemen. Dhe në Omer ibn Khattabi val për Basra kanë do të zgjodhe si gjikat, si përfaqësues. E zgodhi gjithashtu Ebu Musa Ashariu. Dhe Omeri shkujti një letër dhe tha, çdo njoni që e kam ngarku me një detyr, e ka afatin për 1 vjet i kalon mandat. Përveç Ebu Musa Ashariun, 4 vjet është angazhu me detyr në Basra. Vdes Omer ibn Khattabi, ven Othman ibn Affani, prap e ngarkon me detyr Ebu Musa Ashariu në Basra, e pastaj transferohet në Kuf. Ven Ali ibn Abi Talib, kanë do të zgjodhe përfaqësues të tij në Kufa, Ebu Musa Ashariu. Pra Ebu Musa Ashariu ka qenë njani prej atinve që i ka dhonë fetva xhamin e pejgamberit Allah, duke qenë gjallë pejgamberi Allah. Vinë rëndësaka dhe në thojnë se Ebu Musa Ashariu ka qenë njeri i marë. Ebu Musa Ashariu, njani prej djetarëve më të mëdhej, transmeton e nezi dhe thot, ndërgoj Ebu Musa Ashariu të Omerin me din, dhe më pyti Omeri dhe më tha, si e ke lon Ebu Musa Ashariun? Tha ju përgjigja dhe i thash, e kam lon Ebu Musa Ashariun Basra, që jam mëson njerëzve Kurani Kerimin. Shka tha Omer ibn Khattab? Tha wallahi s'ka njeri më të meqër se Ebu Musa Ashariu. Tha ja Enes, ke kujdes, mos të ndëgjon Ebu Musa Ashariu këtë fjallë. Omeri u frike
se po I prish njerëz të mirë. Para ta tha, kap në për ta se njeri më të meqër se aj së nxen. Transmeton Ebul Bakhtari, I cili thot, erdhëm të Ali ibn Abi Talib dhe po e pismi për shokët e pejgamberit Allah. Ali ibn Abi Talib o kthi dhe tha, për cilin po ju intereson? Tha, po na intereson për Ebu Musa Ashariun. Tha, sa I përket Ebu Musa Ashariu, është një njeri që ka hin dituri dhe ngjyroz dhe ka dal. Allahu Azza wa Jall tha, Ebu Musa Ashariun e ka pasuru me dituri I cili ja ka te I kalu krej kolegëve të vetë. Dëshmia e kujt? Ali ibn Abi Talib Masruqi transmeton dhe thot, në kohën e sahabëve janë kanë vetëm 6 kadi, gjikac. Dietar më të mëdhej në Medinë thot janë kanë 6. Ki ka qenë Omeri, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mesudi, Ubej ibn Kabi, Zeid ibn Thabiti dhe Ebu Musa el-Ashariu. Transmeton Aswad ibn Yazid I cili ka thonë, s'kam pa në Kufa më të ditur se Ali ibn Abi Talib dhe Ebu Musa el-Ashariu. Transmeton Shabiu I cili thot, gjikatësit e umetit janë 4, më të ditur të umetit janë 4. Këto janë Omer ibn Khattabi, Ali ibn Abi Talib, Zeid ibn Thabit dhe Ebu Musa Ashariu. Këto janë dëshmit e atyre që e kanë shoqëru Ebu Musa Ashariu. Transmeton Ebu Bejde I cili thot, ne Ebu Musa Ashariun e konsideronim si kasap I dituris. Thanë, si ka mundësi kasap? Tha, kasapi, tha, me majen e briskit, tha, njën e delës e gjenë dhe ndon eshtrat shumë kollaj. Para ta ka qenë kasap I dituris. Ka shku kua qështja më eron, haj malete ka zgjidh. Ebu Musa Ashariu, kasap I dituris, në transmeton Ebu Mukhnef I cili thot, ka qenë I marë sa kon I këthjel të runa Zot. Për këtë arsye, Ebu Musa Ashariu ka qenë njeri që kanë dëshmu shokët e ti dhe pejgamberi Allahut e ka pëlqej. Po makamësit e pejgamberit Allahut e kanë zgjedh për me udhëheq ummet. Ka mundësi dikush të flet për Ebu Musa Ashariun, kur Ebu Musa Ashariun pas I boni davet, I hipi bashkë me 50 shok anijës me arte pejgamberi Allahut Medinë, dur erët dhe e quan në Etiopi, dhe pastaj erdh me Gjafer ibn Abi Talib te pejgamberi Allahut në Khajber. Kur e pa pejgamberi Allahut tha, ja Eba Musa, kejt kanë bo një hijret, tha ti ki bo di hijret. Krejt ka nja, tha ti ki bo di hijretet dhe bo një dua pejgamberi Allahut për Ebu Musa Ashariun dhe pastaj e dërgoj një men si përfaqësues të tij në Adem. Pra e bëkja është Ebu Musa Ashariu. Amr ibn As, Amr ibn As I njeri dinak, njeri mashtruas dhe tradhtar una Zot. Amr ibn As është njoni cili ka qenë me kas në vitin e 8 të Hijretit, pasi që mbreti e Etiopis I boni davet. Si që dinim, Amr ibn As ibn Aj, kur ka qenë mushtrik, ka konë njonim që ka shku në Etiopi me edije, me I morë musliman prap, me I torturu në Mekë. Me gjitha ta, në Gjashi nuk ja dorzon, e pas një periud, pas në luftës Khandekit, Amr ibn As ullet me shokët e vetë dhe thot si peshof që ketë Muhammedin ka me morë në dorë botën arabë. Tha më goni diçka, tha ma mirë me qenë komandën e mbretit të Etiopis, se sa në komandën e Muhammedit, se a I ka me arë, ka me najmor dhe Mekën. Para ta tha shkojmë bojnë hijret, shkojmë në Etiopi,
tha nëse nga dhënjen Muhammedi, tha na nuk jena nën kom të ti, tha nëse nga dhënjen ton, tha atëre këthem, tha në valla mendim i mirë, shkoj të në Gjashi i një mrena dhe i tregoj se ka arë kështu një njeri, tha në ndimon dhe në ndimon shok të ton që janë një Mekë, mos të nga dhënjen, tha ma ka dal, se a i është një njeri që i vend Gjibrili a.s. si që ka arë Musaj, tha shumë shpejt, ka me ju përmbys, si që ka përmbys Musaj Firaunin, tha po të këshilloj, nëse don me qeni lumë të në dunja dhe në akiret, shko ma shpejt jepja besën dhe besoj, tha dolat e pej palatit të ti, tha e më shefan bëndën time, i tha shokve po këthemon Mekë, erdhen Mekë, takova Khalid ibn Walid, dhe pithom ka i nis, tha jam nis për Medinë, tha dhe une për Medinë, a i shkon me pranu Islamin, tha dhe une me pranu Islamin, me gjitha ta një një qetrit, tha si tregoj shmi pëse po shkoj Medinë, pas ta i tha i tregum, hini Khalid ibn Walid, ja dha besën për nga merit Allah, pas ta i dhe Amar ibn Asib, hini të për nga merit Allah, ja dha besën, e për nga meri Allah tha, Amar ibn As, a prej njerëzve të mirë prej të Kurejsh. Për nga meri Allah, Amar ibn As, tha është prej njerëzve të mirë të Kurejshve. Për nga meri Allah që si fshefët asë nisën, për nga meri Allah që i ka dalu munafikat prej jo munafikve. Për nga meri Allah në shumë hadithe e ka lavdru Amar ibn Asin, pa thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, me një hadith ibn al-As, mu'minan, digjemt e As ibn Wailit, janë besimtar. Në një rivajet, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, eslemen nas, wa amen Amar ibn As. Njerës ka një në islam, ndërsa Amar ibn Asi, a bon besimtar. Ka në dëshmia e për nga merit Allah. Amar ibn As është njani cili është nderu prej anës pejgamberit Allah, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Amar ibn As, gjikoj ja Amar, thot Amar ibn As, ja Rasulullah, të gjikoj me një çështje mes dy muslimanëve, kurse ti je prezent ja Rasulullah, thot pejgamberi Allah, idha ijtahada hakimun, nëse ban ijtihad gjikatësi dhe qëllon i ka dish probleme, nëse gabon e ka nish problem, pa këtë hadith e ka thonë pejgamberi Allah fillimisht për Amar ibn As, tha për ata ja Amar, gjikase nëse qëllon i ke dish probleme, nëse gabon e ke nish problem. Kë është Amar ibn As rahimahullah wa radiallahu an, i cili çliroi Egjiptin, çliroi Iskenderin, pra këtë muslimant e Egjiptit dhe Afrikës veriore, shpërblimin e ka Amar ibn As, i cili e përceli dinin e Allahut Azza wa Jall dhe i bani të lumtur ato njerëz. Amar ibn As, siç thot Imam Dhebiu, ka qenë njeri që e ka meritu hilafet. Ka qenë njeri meritor, që ka qenë merituas të khilafetit. Transmeton Qubejs ibn Gjabir, i cili thot, e kam shoqëru Amar ibn As, s'kam po njeri më të meqor dhe më të ndershëm se aj, dhe s'kam po njeri i cili atë që e ka shpre, e ka pos dhe në zemër, pra që e ka pos zemër, e ka qitë në praktik, ki ka qenë Amar ibn As. Para ta Sheikhul Islam Ibn Tejmija thot, nuk kanë pos dishim askush ndaj Amar ibn Asit dhe ndaj Ebu Musa Shariut, nga se të Mekasit nuk ka pos munafiklok. Ai që ka pregadit me in Islam, është desh mu pregadit me u përballu torturave të ndryshme. Para ta thot Sheikhul Islam Ibn Tejmija, te to nuk ka pas munafiklok. Munafikloki ka dal në Medinë, kur njerëz të mdhoj e fisave kanë pranu Islamin, pra njerëz shumica kanë kalu në Islam, dhe ato për të shiju diçka prej kësaj dunja,
e kanë shpall islamin, ndërsa te Mekasit nuk ka pas munafik Allah. Parat, pejgamberi Allahut Amr ibn Asin e ban komandant me një betejë. Njeri dinak, njeri munafik, runa zot. Amr ibn Asin ka qenë njeri që e ka dasht Allah, dhe Allahu Azza wa Jall e ka dasht ata. Për këtë arsye, deshta ti transmetoj disa transmetime që mos dikohet dikosh me rivajetet e rrejshme. Për këtë arsye, pastaj thuhet se e ka mallku njëri tjetër, Ali ibn Abi Talib, që e don Allahun dhe pejgamberin Allah, dhe Allahu Azza wa Jall e don ata dhe pejgamberi Allahut e ka dash, e mallkon Muavijen. A nuk e ka ditë Ali ibn Abi Talib hadithet e pejgamberit Allah, që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e ka nxjerr Imam Buhariu, që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men la'ana mu'minan fa huwa ka qatlih, me mallku një musliman gjunoji është sikur me mirë. Me mallku një musliman është makat sikur me mby. Ali ibn Abi Talib nuk e ka ditë këtë hadith, nuk e ka ditë hadithin që e transmeton Imam Muslim, që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato që mallkojnë shumë nuk do të jenë ndërmjetësues e as shahida në ahiret. Edhe nëse vdesin betej, edhe nëse vdesin betej, ato që mallkojnë nuk do të jenë ndërmjetësues në ditën e gjykimit, e as nuk do të jenë shahid. Amr ibn As nuk e ka ditë këtë hadith Ali ibn Abi Talib, për të cilën ka nërë shumë hadithe se ka me vdek shahid dhe u realizua atë që e paralajmëroj pejgamberi Allah. Nuk e ka ditë hadithin që ka ndalu pejgamberi Allah me mallku dhe me fol fjalë të këqija, që ka thonë lejsel mu'minu bi ta'anin wala la'an. Besimtari nuk është akuzues. Besimtar, dëshmia e pejgamberit Allahut nuk akuzon njerëzit, nuk mallkon. Ai që akuzon dhe ai që mallkon, sipas termit pejgamberit Allahut është musliman, ama besimtar pak vështirë. Për këtë arsye, transmetohet me një transmetim se Ali ibn Abi Talib kur i ka dëgju di ushtar duke i mallku palën e Muavijes, ka thonë mos mallkoni, dhe i ka ndalu. Ka nërë Ali ibn Abi Talib i ka thonë në ndalon me i mallku? Tha po. Tha nuk jemi në hak, nuk jemi në të vërtet? Tha po vallaj, pasha Zotin e qabës në jenë të vërtet. Tha nuk janë ato në të pavërtet? Tha nuk janë ato janë në të pavërtet. Tha pse po më ndalon me mallku? Tha nga se besimtari nuk mallkon. Tha po nëse ke pa qëtër me bon dua, tha bane ke dua, Allahumma hkin dima'ana wa dima'ahum, o Zot, na i ruj mos na der gjakin ton dhe gjakin atin. Allahumma slah dhate bejnina wa bejnahum, o Zot, na i ndrejt zemra që janë prish me to. Tha bane ke dua, dhe thuaj, o Zot, dhe disoj ato dhe largoj prej gabimit të tyre. Dhe qitin e të vërtet. Kja është kush? Ali ibn Abi Talib. Muavija ja kthej me mallkim runa Zot. Muavija ka qenë shkrimtari pejgamberit Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muavija ibn Abi Sufjan e zgjedh ja shkruan wahjin. Para atë ka bo doa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Muavijen dhe ka thonë Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiya, o Zot bane të udhëzuar dhe që udhëzon të qerë. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahumma alimul kitab wa qihil adhab, ka thonë o Zot mësoja Kurani Kerimin dhe ruje prej dënimit tanë. Muavija ibn Abi Sufjanin që ai transmeton për vetën e tij të thotë vallaj me mbo me zgjedh, apo zgjedh atë që Allahu ka premtu, apo këtë dunja me të nështru, tha vallaj,
Muavija ibn Abi Sufjan e kishte zgjedhën me shku te Allahu Azza wa Jall. Është njeri që e ka dashur Allahu dhe e ka dashur pejgamberin Allahut, para të Allahu Azza wa Jall na ka porosit neve në Kur'anin Kerim që ta bëm këtë dua dhe thojmë Rabbena ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Zot na fal neve dhe fali vëllezërit ton që i kanë qenë para nesh. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. O Zot i madh, mos na bën xheloz apo mos na dhuro xhelozin zemrët tona ndaj atyre besimtarëve që i kanë qenë para nesh. Këtë besimtarët e parë që i kanë qenë para nesh kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, kjo është rivajet i rrejshëm nga se Amr ibn As dhe Abu Musa Ash'ariu ka qenë njerëz që u kanë frikë Allahut Azza wa Jall, e në veçanti kur Imam Bukhariu në Tarikhul Kebir gjithashtu e transmeton Ibn Asakir një rivajet dhe një transmetim që është në kundërshtim me ato transmetim. Thuhet se pasi përfundoi gjykata, shkuan dhe e zgjodhen Muavijen khalif. Transmeton Said ibn Abdulaziz të Nuhi, i cili thot se Muavija nuk ka qenë khalife, as është njoh si prisi muslimanëve derisa ka vdek Ali ibn Abi Talib. Po çka ka qenë? Thot Ali ibn Abi Talib është emërtu me emrin prisi muslimanëve dhe ka pasën vendin ati në Irak, ndërsa Muavija duke qenë gjallë Ali ibn Abi Talib është emërtu emir, pris e jo prisi musliman. Këtë mendim e ka dhe Imam Tabariu, nga se Imam Tabariu në librin e historia islame në vitin 12 e vitit 40, ndëgjoj me vëmendje çka thot Imam Tabariu. Thot dhe në këtë vit, pra vitin 40, dhe në këtë vit o zgjodh Muavija si pris i muslimanëve, si khalife në qytetin Ilja, do me thonë në Damas. Vitin kur? Vitin 40. Transmetimi parë thot se në Ramazan vitin 37 Muavija mërtot si khalif. Gjithashtu e përka këtë mendim Ibn Kathirit, librin e ati El Bidaja vë Njaj. Çka thot Imam Ibn Kathirit? Thot pas vdekjes Ali ibn Abi Talib zgjodhet Muavija dhe jipet besatimi si khalife në Damas. Kjo e tregon se kini vajet është i rrejsh dhe nuk është e vërtet. Për këtë arsye dhe nuk mund të jetë e vërtet se kejt Shami e kanë ditë se më meritor për khalife është Ali ibn Abi Talib. Për ata Ebu Muslim el-Khawlani, karte Muavija ka thonë, ja Muavije, qketi me Ali ibn Abi Talib? Ati pretendon dhe mendon se mje ma i mirë dhe ma meritor se Ali ibn Abi Talib për khalife, ndëgjot çka i përgjigjet Muavija. Thotëru në Zot, wallahi, Ali ibn Abi Talib është ma meritor për khalife. Ka thonë, ja Ebu Muslim, ti e din se për Uthman ibn Affanin, une jam gjali agjës ati, dhe jam vyt me pa drejtësi, tha unë s'jam të lip diç tjetër, pos mbyt se të Osmanit, tha po qonja selamin, Ali ibn Abi Talib në dorëzon mbyt si të Osmanit, Muavija dhe krejt Shami, atë dit do t'ja japmi besatimin Ali ibn Abi Talib. Po gjithashtu e kanë ditë Shami se Ali ibn Abi Talib është khalif. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, pa hadithe të shumta, po këtë hadith që na transmeton Imam Muslimi, ndëgjot çka thot pejgamberi Allahu. Thot idha buja li khalifetejni faqtulul akhara minhuma. Tha nëse është një khalife dhe tenton dikush ta zgjedh një khalife, tha mbit në khalifën e dytë. A që mundshme?
Kajtë shumë që japin besën Muavijës Khalif Ali ibn Abi Talib duke qenë prezent. Gjithashtu gjikata nuk është gjiku Ebu Musa Ashariu, s'është pajtu me mendimin Amr ibn As. S'ka mundësi asesi që ta bojnë një gabim të tillë. Po na transmeton Imam Buhariu në Tarikul Kebir dhe Ibn Asakir një rivajet në këtë kontekst këtë të ndrysh. Dhe kjo është rivajeti i vërtet që transmeton Hudejn ibn al-Mundhir, i cili thot kam shku të Amr ibn Asi ta pys për çështjen që ka ndodh me Ebu Musa Ashariu. Ndëgjoj pra, çka ka ndodh mes Amr ibn Asit dhe Ebu Musa Ashariu. Thash ja Amr, çka flitet për juve? Tha vallaj, ajo që flitet nuk është e vërtet, po kjo ka ndodh. Tha jemi taku me Ebu Musa Ashariun dhe i kam thonë ja Ebu Musa, çka mendon? Tha unë e mendoj se Ali ibn Abi Talib është pipalës që ka vdek pejgamberi Allahut dhe ka qenë i kënaq. Tha pastaj i thash ja Ebu Musa, po çka mendon për mu dhe Muavijën? Ndëgjoj mirë, çfarë mendimi ka Ebu Musa Ashariu? Dhe kjo është rivajeti i vërtet. Tha sa i përket juve të dyve, tha më kanë mundimu me juve, tha ju jeni të fuqishëm dhe ndihmëtar të mirë, po dhe pa juve bën. Tha nga se Allahu Azza wa Jall e ka ndihmu dinin e Allahut pa qenë ju. Tha kjo ka ndodhur mes mua edhe Ebu Musa Ashariu. Amr ibn Asi e demanton këtë transmetim dhe këtë që ja përhap prej në kojën e ty. Dhe thot kjo ka ndodhur dhe gjithë. Po çfarë vendimi ka morë në gjikat Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn As? Kjo është vendimi vërtet që është morë prej Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn As. Nuk është e vërtet që i kanë shkarku prej detira Ali ibn Abi Talib, po ato kanë rënë dakord që Ali ibn Abi Talib me kenë sikur që ishan. Se kanë diskutu çështjen e khilafet fort, për çkak se nuk kanë pasën kundërshtime për khilafet. Çështja mbicët e Osman, për këta janë mbledh me dhonë vendim. Ka dhonë Muavija ngel në Sham, ashtu si qash. Ali ibn Abi Talib ngel në Kufa, khalife sikur që shash, e çështjen për mbytësat e Osmanit ja kthejmë ehlu shura të mbledhën një këshill prej anës Aliut përfaqësues dhe Muavijës të takohen, t'i qesin para gjikatës dhe të gjikohen. Kjo është vendimi që është marrë në gjikatën muajin Ramazan vitin 37 të Hijrit, dhe janë da Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn Asi të kënaqur me këtë vendim dhe gjikat, dhe nuk është e vërtetë këtë ajo e cila flit. Mirë po kush pengoj të realizohet ki vendim? Ato që i penguan të realizohet ki vendim kanë qenë Khawarijët. Pengues që të realizohet vendimi dhe propozimi i Ebu Musa Ashariu dhe Amr ibn Asit. Për këtë arsye thamë se Khawarijët, pasi që u pajtun edhe në Kufe, majti një ligjerat, Ali ibn Abi Talib, ato u patënull në skajt të xhamisë dhe ja nisën me bërtit dhe me thonë, inil hukme illa lillah, i takon gjikimi vetëm Allahut. Ali ibn Abi Talib e tha një fjalë të artë, që e shënoi historia dhe shpesh herë përdoret njëjta intrig në mesin e muslimanëve. Tha Ali ibn Abi Talib, kelimetun haq uride bihal batil, fjalë e këndshme dhe vërtet, me vend jo të dur, në vend jo të dur,
tha fjalë e vërtet me qëllim të keq. Ali ibn Abi Talib me gjitha ta, tha xhamit s'ja ndaloj. Nëse zhvillojmë luftë dhe fitojmë plaçk të luftës, ju jap mi hisem edhe juve, sikur që e shpërndajmë prej neve, pra ju konsiderojmë pjesë tonë. Dhe përderisa nuk bani çrregullime, nuk derni gjak të muslimanëve, nuk ju prekmi ju. Mirë pa ato, su pajtuan dhe dulen me një vend që e quajnë Nahrawan. Dolen këtë vend dal nga dal, thua ca ka qenë numri 6.000 apo 4.000, dolen dhe nuk u pajtun me Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib i lan vendin e tyre dhe tha jeni të sigurt, nuk jo shpallmi luft derisa mos t'i shqetësoni musliman, mos t'i frikni musliman, mos të plaçkitni musliman dhe mos t'i vrani musliman. Mirë pa ato, nuk ngellën me kaq. Kaloj pranatinve një sahabi i ndershëm i quajtur Abdullah ibn Khabab. Khabab ibn al-Arat. Khabab ibn al-Arat është njëri që e ka besu pejgamberin Allahu prej të parëve në Mekë. Pa ata Abdullah i gjali ati duke kalu me bashkëshortën e vetë. Dhe ajo ishte shtatzon, kaloi pran Khawarij në Rawan, ato e morën, e uzurpun dhe ndalun dhe i than se kemi ndëgju se lavdron Ali ibn Abi Talib dhe Uthman ibn Affan. Kurse Ali Khawarijët e nxershin prej Islami dhe Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affanin, Aishën, Zubair ibn Avamin, Talhan, krejt ata që i kanë prezentun betejën e devat, krejt musliman, i nxershin pe Islami që spajton me mendimin e tyre. Jo viçkaq, po dhe gratë e tyre i nxershin dhe fëmijët e tyre. Dhe kanë dëgju se Abdullah ibn Khabab ibn al-Arat e ka lavdru me një vend Ali ibn Abi Talib dhe Uthman ibn Affanin, e sollin zhak Abdullah ibn Khababin dhe i thojnë na tregon një hadith që e kin dëgju prej pejgamberit Allahut. Ai përgjigjet dhe thot e kam dëgju pejgamberin Allahut i cili ka thonë në kohën e sprovave dhe fitneve, ai cili është ul, është maj me vlerë dhe maj mirë se ai që het. Ai cili rrin shpjen e vet, është ma mirë që ai del pi shpjes vet. Edhe duke kalu thot, e njoni e mor një hurë në tokë, e hangër, e ku ququn ato për mi kokë dhe thanë, e ki hangër një hurë në tuj, e ki bon halal, ka gjuna i ma, derisa kalu më thapan një derit, edhe njoni jam shoj me shpal, edhe ato që më kam thanë, shko merë halalët paguja se ki në gjunat ma. Tha Abdullah ibn Khabab, u që dita me këto njerës. Thash, a që kalzoj diçka që janë gjuna ma i madhë që e banë deri tash? Tha kalzona, tha ata që po ma bani mu, po ma dërni gjakin tim s'po ju dhimna. Pse ki angër një hurë, po me ndonë se ki i një gjunat ma. E prunën afer ujit, ja e kën kokën dhe e mbytën. Jo viçkaq, po dhe ja qajtën barkin gruës Abdullah, ja nëzërën fmin dhe hedhën deti dhe e mitën gruan e ti. Kër ndëgjoj Ali ibn Abi Talib për këtë krim që e banën, shkoj dhe i qoj lajmë ndë dorëzoni mbicat e Abdullah ibn Khabab. Jo përgjigjën i thanë, na krejt e kena mitë dhe me mujt me arrit të koka jote, ta bojmë si ati. Për këtë arsijem, Ali ibn Abi Talib e pa të arsishme që të pregaditet dhe të ballafaqohet me to, nga se dhe pat ndëgju hadithet pejgamberit Allahut se kanë me dal disa njerëz të tillë, e ne inshallah derisa në ardhshëm do të shohmi se si reagoi Ali ibn Abi Talib dhe si përfundoi çështja e tyre dhe si përfundoi gjithashtu Ali ibn Abi Talib dhe pse s'u realizu propozimi Ebu Musa Ashariut dhe Amr ibn Asi dhe çka ndodhi pas kësaj që i paralajmëroi pejgamberi Allahut ka me ndodh. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahut na ban prej atyre që takomu me njerëz
me shokët e pejgamberit Allahut në Jannatul Firdaus. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanallah walhamdulillah wa la